Kujtohet para disa ditëve në javë apo 10 ditë sa ishte çështja në internet. Po qysh po kujtohet që usha stresin krejt? Sa shkrimet, sa statuset, sa njerëzit filluan me ju nënshtru Zotit, me përmend Zotin. Kur po jemi të vështirësitë, fjala e Zotit nuk shmanget asnjëherë. Domthonë e kena gjithmonë atë të e përmend, po nuk është ideja më përmend vetë kur jemi në vështirësi ose kur po na vjen fundi. Ideja është të përmend kur jena edhe mirë, kur jena edhe nëse ku do qoftë. Sa mirë që këtë muaj të shajt e kena si mundësi, që pa e mendun ndoshta fundit e kena si kur mundësi me pasuru shpirtin tonë. Më rikthy te Zoti. Mendoj që Ramazani është palestër e shpirtit, jo veç e stomakut. Palestër e shpirtit për me mujt njeriu me ushtru shpirtin, me eduku vetveten, me eduku. Ashtu që edukon gjuhën mos me fol, e disiplinon trupin mos me pas ndoshta nevojë me sa ditë më as për ushqim, sepse i fokusuam te shpirti, me përmbush veten tonë emocionalisht, me përmbush veten tonë në aspektin fetar, me ushtru Zotit tamam. Kështu që shqyr Zotit që kena këtë fe, e kemi njoft këtë fe, e kena këto mundësia kaq të arta në fenë tonë që mu afru te Zoti me i la gjunat edhe me kanë në paqe me vetveten.